kapitulli kibrit, ime një madhësijës. Njëra prej emrave të Allahut të mëdhoja dhe të larta është emri Allahu Gjelle Gjelalu El Mutakabbir. Në surën Al-Hashr, Allahu Gjellala ka përmendur një emër të vet. Cili është ai emër? El Mutakabbir. Ai i cili o i madh, mirë po El Mutakabbir ka dallim me kebir, se El Mutakabbir është ai i cili veten e më të madh. Ama mbajtja më të madh e Zotit është hak. E mbajtja më të madh e robit o batil. Andaj nuk ka diçka në fe më të rrezikshme dhe më të ndalume se sa mbajtja e njerit vetës më të madh. Për këtë arsye, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith: nëse njëri pi robëve në zemrën e vet e ka sa kokra më e vogël e kibrit, nuk hin xhenet. Veç pak kibër me pas. Shiko, kur të vejmë të kibri, mjafton me djeg veç një kaqore. A ka plot pi gjunaheve du të më mbledh shumë për me djeg. Ama kibri është shumë i rrezikshëm, sepse është rivalitet me Allahun subhanahu wa taala. Mu për këtë arsye i ka sjell disa hadithe nga pejgamberi alayhi salatu wassalam, Imam Buhariu, që dëshmojnë për të keqen e kësaj pune. Andaj ka pru një hadith nga Abdullah ibn Omeri radhiyallahu an, se e ka dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë hadith: men ta'azzama fi nafsi aw ikhtala fi mashyihi laqiya Allah azza wa jalla wa huwa alayhi ghadban. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam hadith: kush e ma veten me të madh, vini re të ndëruar xhamat, kush e ma veten me të madh, e këshire tashti veten tane, këshire veten të ama veten me të madh. Kanë thënë komentatorët, çka është me majt veten me të madh? Pra me llogarit veten shumë autoritativ, me llogarit veten se je shumë i shenjtë, shumë i madh, a di kush je ti? E kjo është monologi plot për njerëzve me vetveten e vet. S'ma din mu njerëzit sa i madh jam unë, me mo me mor vesh. O i nderum, me ka një madh kallzon Allah. Njerëzit e mëdhej Allah sa herë kanë nxjerrë në skenë. Njerëzit Allahu xhelal nuk u afshet të vërtetat. Gjithmonë edhe mu kanë kitë dunjaja me të mohue, Allahu ka me nxjerr. Sa njeri e kanë në burgos, në për burgjet ashpra, por Allahu që ka dash me nxjerr ata. Apo, sa shpesh i kanë burgos, a ka dikush që se një Ebu Hanifën rahimahullah? Pa i burgos të ko? E kanë burgos, e kanë burgos khalifja, e ka burgos krijetari i shtetit. A ka dikush për juve që nuk e një Imam Ahmedin rahimahullah? A i ka burgos, a i ka vdek për të rafmeve të burgit. A ka dikush që se njerë? A ka dikush që si ka një emrat e muslimanëve të mëdhoj në gjatë historijës? Ato, a munuk dikush me hek? Sikur që munohen me hek islamin, ama Allah e madh. Andaj shikosh ka thot për jonsam, kush e ma vetën me të madh, që s'ban me majt vetën me të madh, nuk ban me majt vetën me të madh. Cilësia e njerëzve të mëdhoj është modestia. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam: ma tawadha ahadun lillah, nuk e ma vetën dikush me të vogël, i thjesht, i rëndomt, illa rafa'ahu Allah, veç Allah e ngrit ata. Sa ma shumë që ti e shkel vetën, Allah e ngrit. Dhe anasjel tas, sa ma shumë që ti e ngrit vetën, Allah e shkel. Ti ki qef kit njerëz me të njohë për të madh, po s'njeh kërkush. Pse? Se ti po ki qef. Ti sa ma shumë të ki qef mu ka një madh, qatë shma shumë Allah e shkel. Andaj ka thonë alayhi salatu wassalam, e nuk e ngrit dikush vetën, veç Allah e shkel. Sa njërë apo të abet të mdojnë, abe ketë në të mjofin si të madhë, zda Allahu Gjelle Gjelalu. Por këtë asyje të ndëruar gjëmat, le të bëmi modest me Zotin ton, le të ulemi në gjojnë parat vërtetës, dhe të bim gjojnë para hakit Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe të bëjmë i ropë që shna ka hije. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, men të adhame fi nefsi. Shiko, vetë veti, pas e ka thonë, au i khtale fi meshjetihi, ose ku të hece, i khtale, që do më dhe një khtale, tua tabim, shqip. Kur hip në kali njeri, për para Arab me kuaj janë morë, dhe sot koha ka shku e kuajve, sot janë veç për kopë zoologike dhe për fotografi, për para o kom pjesë do mëzdosh me jetës. Mirë po njeri kur hip në kali, e merë një loj formati të menemadhit, se kali qashtu ta jep atë pamjen. Andaj ka thënë Alisa, kush hec qashtu, dhe me kë adi kush ka ardhë ky. Ka thënë Alisa, kush shet fodullëk, kush krekosët në gjatë ecës vet, i zgatë kratë, ven këtu dhe me ka di se ju marrë kejtë une,
Ibada janë qështu do bedevi. Ka thënë alayhi salatu wassalam, ai shka e nin vetën qështu, edhe hecë qështu, ka me zatet Allahin, a Allah ja i dhnu me ta. Allah ja i dhnu me ta. Ullu kryen. Mosu ban me në madh. Mosu ban krije madh. Mosu ban krije madh, se Allah ta thënë kryen. Wallahi mi pas 1 milion dosa të ka me ta thi Allahu kryen. Se nuk ka mundësi dikush mushti me Allahun subhanahu wa taala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam njeri më i madh tir tokës, ka njeri më të mirë se ai. Allahu xhelle xhelaluhu në Kur'an e ka përmend Muhammedun Rasulullah, Muhamedi i dërguari i Allahut. Nder xheneti shun, la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Allah i na bëf nasim me ya rabbal alamin. A ka njeri më të madh se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? S'ka. Kur e ka çliru Mekkën, vendin më të shenjtë në fytyrë tokës. E ka çliru, thot transmetuesi, wallahi, pimarës të madhe e pat ul kokën ma poshtë se kafsha. Pimarës të madhe pat ul kokën ma poshtë se kafsha. Thot Ibn Hazmi rahimahullah, nga turpi që e ka pas pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, kur njerin se ne ka kshir gat në fytyrë, pimarës që i ka. Sa ne ka ul kryen. Dërkohë që kemi njerëz, Allahu na rujt me e qel gjeografinë e trunit ti, pa le far kibri del aty. Allahu na rujt dhe na pastrof trunët e tonë, i pastrof zemrat e tona, pastrof shpirtet e tonë, mos ket në to kibër. A di çfarë do të thonë ti me pas një cilësi të pretenduar, që Allah thotë kjo janë cilësia ime që do të vinë hadithet e radhës. Allahu xhela ka thënë me të mbajturit me të madh, të mbajturit me të madh. Kibri, a jemi? Kush ma merr e grisi. Kush pretendon se kjo jemi e grisi, uluni. Bëhuni modest. Jetoni si robër, sikur që ka thënë Isa alayhi salatu wassalam, o ju njerëz, mos i kshirni njerëzit si Zot më kanë. Keni pa do njerëz të kshirin të mek, çai do bave. Po të Zoti jetja, Arabi, edhe ti rob. Pejgamberi sa na ka mësuar neve kur ta shohna dikan që i sprovu me diçka, çka më thon? Alhamdulillahi alladhi afana mimma ibtala. Alhamdulillah, unë s'kam më sprovu me çeta. Shiko se jam i sprovuar, se ka mundsi sprovohesh. I thani dietarit të madh të muslimanëve Ibrahim an-Nakhaiut rahimahullah, dietari i madh për dietarëve të shquar, i than, o hoxh, pse vetë kritikon do fenomene? Çka tha? Tha s'pi kritikoj, tha se e ku mësuar një kaptin të kaderit. A keni mësuar tha ju për kaderin e Allahu xhelel xhelalu? Kaderi, kudreti i Allahut. Tha po tutna se i kum pa do njerëzi. I kanë shap lot njerëzin fund vet i kanë bëjë çdo punë. Çe ta tha? S'po foli tha unë për do njerëzi, se i kanë pa do njerëzi tjerë që i kanë shap lot do njerëzi se pe bojnë çeta e çeta. Allah i ka spruar me punë të njëjta. Andaj rrudhë pak. Rrudhë se vallahi kudreti Allahut i madh sprovon me çata shka e ke shatje tërkush. Madje thot Ibn Qayyim el-Jauzi rahimahullah në librin e tij Madarijus Salikin, nuk di që Allahu mos ta ketë sprovu një njeri që e ka kesh një gjunaçar me të njëjtin gjuna. Nuk ta merr Allah i shpirtin, vetë se ka me të rëzu qatë gjuna, shka ti e ke kesh dikan tjetër. Drejtësi e Zotit. Pse e keshe? Ti dush me kajt, ti dush me tar keq. Maksimumi mund të thonë elhamdulillah Zotin paskarujt. Inshallah Zoti na ruan këtëve pi gjunave. Po pi gjunaj më të madh kibri. Mos kemi mendimasi, mos ta refuzojmë të vërtetën, mos i nënçmojmë njerëzit.